Me mbishkrimet mos na ishëm fishoni faturat, mos ma shkatërro biznesin e mos e ndal eksportin, qindra punëtore përfaqësues të bizneseve protestuan të mërkurën para objektit të qeverisë Kosovës. Në protest u kërkua pezullimi i vendimit për kalim të bizneseve të mëdha në tregun e lirë të energjisë, që ka hyrë në fuqi më 1 qershor. E për këtë pezullim, ZRS janë dhënë 10 ditë kohë, në të kundërtën, sipas kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, do të vazhdohet me protesta. Ne të gjithë e kemi një kërkesë të vetëm. Na japni një fazë të tranzicionit, përgatitni tregun për kalim në tregun e lirë. Më pas edhe një paket e cilën e kanë pas gjitha vendet e rajonit të Evropës, po dhe më gjërë që i kanë ndihmu biznesit që mos me vrejt asë një efekt negativ. Andaj, prape përsëris, kërkesa jonë është që mbrenda 10 dite ZRE-ja ta pezulloj vendimin për dalje në treg të lirë. Kryetari i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë, Skënder Krasniqi, tha se tregu i lirë nuk mund të fillojë me monopol të një kompanie, duke ju referuar Keskos. Respektoni ligjin. Tregu i lirë s'mund të filloj me një monopol. Këto janë kushtet tona, asgjë më shumë. Qeveria aparatizative i dau 30 milion euro mi rrit pagat punëtorëve të sektorit publik. Aq na duhen neve për mi rujt 150.000 vendet punës. Kushtrim Ajazi, kryetari i shoqatës së prodhuesve të Kosovës, u shpreh se kjo çon në rritjen e çmimeve. Nuk kërkojmë lëmosh, kërkojmë tranzicion. Nuk ka tranzicion kur s'ka konkurencë në tregun e lirë. Ju lutem shumë, mos na i detyroni të rrisim çmimit, respektojeni ligjin. Pas adresimit të kërkesave para objektit të qeverisë, protestuesit vazhduan drejt zyrave të ZRE-s. Aty i lanë gjithë pankartat me mesazhe që i shpalosën para qeverisë. E mesazhi kryesor ishte se protesta do të vazhdojnë deri në pezullim të vendimit. Dhe në momentin e fundit ose do të protestojmë ose na nuk mund të largohemi pa punë, të mbajmë familje pa rroga, pa parë. Për të kundërshtuar daljen në treg të hapur, bizneset organizuan protest edhe më 29 maj, duke bllokuar një pjesë të hyrje-daljeve të Prishtinës. Sipas vendimit të ZRE-s, në treg të lirë kanë kaluar bizneset me mbi 50 punëtor ose mbi 10 milion euro qarkullim vjetor. Të tilla sipas ATK-s janë pak mbi 1000.